Ata duan të flasin, të tregojnë për jetët e tyre. Ngjarje të vërteta njerëzore, personazhe të cilët do të vinë pikërisht në këtë studio për të rrëfyer mbi jetën e tyre. Ne kemi mësuar shumë nga ata. Pikërisht Historikum është emisioni që do na bëjë të reflektojmë mbi jetën e shumë personazheve të cilët do kalojnë në këtë studio. Historikum. Zonja dhe zotri mirë mbrëma. Mirë se vini në emisionin Historikum. Në këtë puntat kam të ftuar një person i cili i shërben njerëzve të cilët kanë nevojë. Ai gjendet aty sa herë ato që kanë nevojë për shërbimin e tyre. Por njëkohësisht, një person i cili është në ndihmë edhe të mjekëve, të infermierëve, është i pari për të folur për të drejtat e tyre. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio zotin Paulo Kaceri. Paulo, mirë mbrëma dhe faleminderit që u bëre pjesë e emisionit historik. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Si ka qenë fëmijëria juaj? Fëminia jon faktikisht po thamë jona se jena pak a shumë edhe ndoshta edhe një mosh ka një fëmini shumë e bukur. Shumë më alarmishme se fëminia sot. Kjo se sot zanë një vend në shtëpi ose dikun të lojna të rrinë me një celular në dorë, fëminia jonë ka kanë shumë më e larmishme ose shumë më me bollëk kanë kanë ata pasionet tona ose lojnat ose lëvizjet tona. Sot gjithçka është më e kufizuar. Tu pa se unë jam rrit edhe një lagje ku kanë jashtëzakonisht shkath. Edhe më të rritunit se na. Ka një trashëgimi ku kena lujt, kena pas fushën e futbollit afër fushën e lkurave, si i kanë thënë. Kena pas zallin e Kirit afër, ku ka me gjithë kena prit sa ka ardhur pranvera për me shku mu la, cili shkon i pari mu hall nuj për këtë vit ose diçka. Kanë gjana shumë të vogla, po shumë do me thonë se ndoshta edhe si kanë met të ai qefi ose të ata gjana që mahen men prej fëminis. Për ma tepër kena shku, jena ba grup fëmish dhe kena shku në kala, kena lujt futboll në për lagje tjera, për mu mujt lagje për lagje, kanë tona këta gjana ata si e ndryshojnë atë fëminin e atëhershme me fëminin e sotme. Sot në kjo se gjanat janë ma të mylluna, janë palestrat, atëherë nuk kanë këta kushte. Normalisht ka kanë gjithë shka ma natyrale edhe ma e bukur. Sot te fëminia flitet shumë për bullizmin. Kja fjallat herë nuk ka ekzistu kur na kena kanë fëmi. Atëherë në kjo se të ka nga smu dikush ke pas të detyrushme për me gjetë një kundër përgjigje ose mu tërhek, por kja kundër përgjigje nuk të ka ba me kanë viktim, po të ka ba me kanë ndoshta i barabartë ose me ju afru në kjo se dikush ta ka thonë një fjalë ose për me kanë ashtu. Sot me gjithë shpresin fëmijët janë, më vjen keq, ndoshta është edhe një faj i prindve, por nuk po tham dhastum, po janë të përgdhelun shumë ma shumë se duhet, për arsye se duhet me ditë se ka një jetë për para. Edhe jeta për para këtu të na është jo kret e letë, jo kret me pupla, a kupton? Po është një jetë e cila ka të paprituna të mlaja, ose diskordancat mlaja me jetën si jashtë venit. Tu pa se shkollat nuk janë një lloj, kushtet e jetës nuk janë një lloj, gjithçka nuk është në drejtimin e duhur, a kupton, mund vinë pa prituna prej gjithçka. Dhe një përgdhelje e fëmijëve, e ma tepër se duhet, se ata janë fëmijë, dojnë tana gjanat e mira që ai dojnë, por është një diçka si
për menimin tëm gjithmonë, ata mesin mrapa. Kanë prirje për me met mrapa ose mu viktimizu një farë formet edhe në moshën e avancume. Për këtë thamë se jeta atëherë jeta fëminore, si kena ba, na ka para përgatit për me përballu ndoshta edhe sfida më të mëdha me kalimin e kohës. Edhe pse atë kohë kushtet ishin të kufizuara, mendoni që fëmijëria ka qenë më e lumtur se në ditët e sotme? Sot ndoshta i kanë gjitha kushtet. A din pse ma merr si e shofun se fëminia ka qenë më e lumtur? Se çdo gjë është mësu hap mas hapit. Nuk është mësu gjithçka për herë. Sot fëmijët deri në moshën 14, 15, 16 vjeçe mësojnë gjithçka. Kanë gjithçka të gatshme prej rrjeteve sociale, prej lloj formatesh ku ata aplikojnë, shohin, dinë gjithçka. Për mua kjo është diçka jo normale. Për me mësu gjithçka se manej tu rritet, tu ardhë nëpër stadiet e moshave tjera, duket si një boshllëk. A kupton? Për arsye se kanë marrë shumë gjana, si ndoshta edhe nuk ju ka të për me i marrë deri në një moshë të caktuar. Për këtë arsye fëminia jonë ka qenë më e lumtur. Për arsye se gjithçka ka ardhur hap mas hapit, derisa ka ardhur ajo venimtarja ku ka qenë fëmini, ka ardhur arrit pak adoleshencë edhe ka kalu në atë stadin e moshë mallore. A kupton? Për këtë arsye fëminia atëherë tham, edhe ka qenë shumë më alarmishme, edhe ka qenë fëmini pak ndoshta si më egër, por si të ka kalit. Fëmijët atëherë kanë qenë më të gjithë përfshirshëm te lojnat, te sportet, te daljet, te shkallësia edhe e menes edhe e trupit. E kuptoj. Sot ndoshta në Shkodër mendoni që mungojnë parqet e lojnave? Sepse shumë prindër i çojnë qoftë edhe nëpër lokale, qoftë edhe duhet bëjnë një pagesë për t'i çuar fëmijët në lodra. Parqet e lojnave sot në fakt ka kalu si në çështje e interesit, gjithmonë të parqet e lojnave janë private, do të paguhen ose aty ku merret ku bahen palestra, ku bahen stërvitjet, ku mësohet diçka janë tana të pagushme. Përpara këta nuk kanë qenë. Shkollat disa kanë pas palestra, më disa nuk kanë pas, shumica i kanë pas paralelet, kanë pas fushat jashtë. A kupton? Kena lujt nëpër shi, nëpër diell, gjithmonë e kena pas nëpër shkollat tona. Shkollat sot janë shumë të varfna ka ky aspekt. Faktikisht është një gjë shumë e keqe ku fëmijët rriten në këta kushte dhe një farë formet prind nuk po tham për me i hek qafet, se nuk është aja, por paguin për me i qunë në kajnë e lojna shtmyllëna, ku higjena, aty me gjithë ato fëmijë nuk është aja duhuna. Për arsye se gjithë shka myllun, preket me dorë, të shtitet, kullitet, gjithë shka është e njitun nëpër ato ambjente ku munesh me marrë edhe smunje në ata ambjente. Palestrat janë me një pagesë ku gjithë munen për me realizu. Dhe kësisoj mesin mrapa me ton këta gjana që na i thome përpara. Por gjithsesi sot fëmijët janë ma të pritushëm për me ba shumë gjana, dojnë nxitjen. Çfarë janë nxitja për menimin tim? Kjo nxitja është se një shok i jami, kur kam qenë unë fëmijë, e ka ba një veprim të bukur në paralele ose një veprim të bukur në sallën e lojnave të palestrës, janë munu për me imitu. Gjithë se cili pse po ma kalon, pse kështu, pse ashtu. Edhe janë nxit fëmijët për me kanë gjithë se cili mo i shkallë se tjetri ose me kap ata normat
e knaqshme, për mos me met edhe mrapa masane me kalu pak të kja bullizmi, si kena thonë, jo ti s'munesh me e ba, jo kështu, jo ti peshe ran, jo, po tham të këta ma atletat, a kupton? Por gjithsesi, edhe ata fjali kanë përgatit, ose i kanë para përgatit për me kriju në menen e tyne, një refleks mbrojtës, ku nëjt edhe atyne si i kanë folë, ose ju kanë thonë diçka ma tepër se duhet. Çfarë mungon sot brezit të ri? Brezit të ri sot i mungon shumë gjana. I mungon liria, e para. E dyta, i mungon grinda, nervi. Na po shofim sot, po ta lidhi me futbollin, po ta lidhi me vllaznin, me skuadrën e zemrës, gjithë se cilit prej nesh. Kanë pas kushte shumë ma të këqia futbollistat për para. Unë jo këtë ta përmena fushën e lkurave, ose fushën e Rishit Rusi, si ashtë në Skenebek. Aty, faleminderit Zotit, kena pas mundësi në qysh fëmijë vegjël, për me pa tanë barazat e vllaznis tu rrit në atë fushë, tu ardhë tu ba stërvitje, edhe tu ardhë prej fëmijë, edhe tu ardhë tu ba futbollista me namë si kanë në Shkodër edhe në Shqipni. A kupton? Kanë me kushte shumë ma të këqia, ndaq ekonomike, ndaq kushte teknike, ndaq të ushqimi, ndaq të shumë aspekte, kanë me kushte ma të këqia. Sot nuk ju mungon as një gja, si nga ana ekonomike, si nga ana teknike, nuk ju mungon as një gja. Atëherë kanë lujt me shpirt, me zemër. Dhe kanë fitu, kanë zjarë neshjet për sosuna. Sot, ka ardhë koha, si me e pa vllaznin, me të ardhë marrë, me e pa vllaznin të lujt. Ku nuk ju mungon as një gja. Atëherë kanë kanë djemë Shkodran, si kanë lanë shpirtin për skuadrën e vetë. Kja është aja si mungon rinis, nervi. Gjithmonë për menimin tëm, se dikush mund të kenë një menim tjetër, por për menimin tëm, gjithmonë i mungon nervi. Rinia duhet me kanë aja që kërkon atë që duhet me kërku. Ma të mirën e mundshme për vedi, tu kërku ma të mirën e mundshme për vedin, ka me kërku ma të mirën e mundshme për venin, edhe për ata si nuk kanë ndoshta forcë për me kërku atë. Si ka qenë shkollimi juaj? Eksperiencat, sakrificat për të ardhur deri këtu ku jeni sot? Jo, Niko. Sakrificat kanë kanë të maja, për arsye se na nuk vim prej në trashëgimie, ose prej prinve që kanë pas punë të mira, ose kanë pas mundësi pa fund për me na plotësu tana kushtet ashtu siç duhet. Na kena kanë na kena kanë klasë punëtore. Nuk kena arë për dikun si ju ka të pru diçka për me sakrificat kanë maja në fakt për inveton për me na kriju kushtet e nevojshme ose mundësit për mu shkollu, për me kanë qetë, për me menu për mu shkollu. A kupton? Unë nuk kam pas nevoj për me hinë punë qysh i vogël. A kupton? Kja ka kanë një nër ata gjanat, faleminderit Zotit me thanë si kena pas mundësi për me shku në shkollë, se shumë prej shokëve të mi ndoshta nuk e kanë pas atë mundësi. Por falë prinjve, falë punës, pa lollën të na kena pas mundësi për me njek edhe shkollat. Unë shkollën 8 vjeçare e kam bate Pashkovasa, afër lagjes teme. Shkollën e mesme e kam bate ku kam pas edhe pasionin kryesor për me kenë një veteriner, të pas edhe një pasion të papam për kafshët edhe për shpend. Kam bërë teknike profesionale 5 vjeçare në Kiras. Ku ka kanë edhe anëra jame, për nuk u bëhe mujtën si unë për me shku në Tiranë dhe me vazhdu shkollën e lartë veterinare atje. Aplikova ose konkurova për infermieri
dhe nuk arrita për disa arsye për me marrë shkollën dhe për me marrë degën dhe kalova në biokimi. Në biokimi ku bana 4 vite biokimi. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dega biokimi. Në Universitetin Lëvish Gurakuqi. Por e kryva biokimin 4 vite, por nuk e pash vetin të plotësum për pritshmëritë që kisha unë. Dhe aplikova për fakultet dytë, ku faleminderit Zotit e fitova infermierin dhe e kryva infermierin 3 vjeçare, bachelorin, ku ishte një diçka si mlla edhe shtytjen për me kanë edhe në pozicionin e punës ose në këtë drejtim ku kam marrë për jetën time. Ishte një diçka ku e gjeta vetin shpejt, ndoshta jo te aja më e mira e mundshme çka kisha unë ëndër, por gjithsesi ishte një pjesë e shënetësisë ku kishe mundësi për me ndihmu. Dhe qysh që në vitin 2010, në funin e 2009, fillimin e 2010, fillova punë në Spitalin Rajonal Shkodër si nims farmacist me degën biokimi që kisha kryer. Dhe prej që punova 3 vjet si nims farmacist dhe shef farmacie në Spitalin Rajonal Shkodër, atëherë kalova në reanimacionin e Spitalit Rajonal Shkodër për një periudhë të shkurt, ku më shërbej si trampolin, me kalu si krye-infermier në repartin e kirurgjisë ku jam edhe sot. Si është për ju të punonin në atë repart? Reparti i kirurgjisë Spitalit Shkodrës është reparti më i madh i Spitalit Rajonal, ku ai spital normalisht do t'i përgjigjet komplet rajonit Veriut ose Qarkut, po sot është rajon. Kam pas fatin më të madh për me punu me mjekët më të mirë ose me mjekët si janë shtyllat ose kolonat e Spitalit Rajonal Shkodër, ku janë kirurgt me emën dhe një trashëgimi e papame për Shqipnin në drejtimin e kirurgjisë. Për këtë arsye, unë i falenderoj gjaj rastin për me i falenderu edhe për mbështetjen e tyne që më kanë ba dhe jam në këtë pikë ku jam sot. Se pa mbështetjen e tyne normalisht nuk do t'ishe kanë në këtë pikë ku jam, si e një vedin shumë i privilegjuar si kam punu aty. Ka sfidat mëdha për arsye se ti menet me njerëz të gëzuar për ditë, edhe një farë formet njëri edhe mërzitet. Jo menet gjithmonë afër njerëzve që kanë halle, që ta kjojnë një hall, që e shef smur sot, që e shef se po kryen një ndërhyrje kirurgjikale, por nuk e din se si ka me kanë e ardhmja nesër për te, ose njerëz që vinë për një diagnozë X, por tregojnë edhe problemet jetës tyne të pafundme që kanë kalu, gjitha lanë atë piken mi atë energjezën tane dhe mi atë të ardhmen tane aty ku punon. Dhe ta lanë një diçka si të met në zemër edhe të met në menje si dhimbshuni për ta. Kja është aja si ka edhe të mirën, ka edhe të keqen e vetë. Gjithkush e përjeton në një formë ose në një tjetër atë qanin ose qa shef. Por më varet edhe te karakteri, më varet aja te perceptimi, por është një vend ku faktikisht një vend shumë i dhimbshëm. Edhe shumë një farë formet shumë shpesh edhe mërzitem. Mërzitem me tonë këta problematika. Faktikisht që na ban për me kanë mirë, na ban me kanë mirë një diagnozë X ku vjen e merr shërbimin dhe shërohet 100%, dhe ndoshta e takon edhe mas 5 viteve, mas 10 viteve, edhe të thot ata fjalët e mira, si faleminderit Zotit edhe shërbimit tuaj, unë jam krejt mirë sot, jam afër familjes teme.
por ka dhe ata tjera që ndoshta nuk shkojnë ashtu si që pritet. Kja është aja që të ban me ken edhe si sfidus kundrejt kësaj detyre që kam. A mendoni që i keni plotësuar ëndrat tuaja? Niko, ëndrat nuk plotësohen asnjëherë, për arsye se jeta ka atë larminë e vet. Ti fillove më pyete për fëminin, më pyete për shkollimin, më pyete për punën, po përveç këtij aspekt, shkollim i fëmini, shkollim, punë, kam pas edhe një paralele tjetër, e cila bashkë me këtë ka ardhë edhe familja janë, që kam kriju. Qa do të thotë familja? Krijimi i familjes, njohja me njërin e zemrës dhe me atë që ke kriju familje, ke qitë në dritë fëmit, dhe kja është një anër tjetër, a kupton? E cila nuk marrën kur. Për arsye se unë kam 3 fëmijë sot. Kam një djalë 16 vjeç, kam një vajzë 14 vjeçe, kam edhe një djalë 10 vjeç. Ëndra jame është për me i pa sa ma mirë ata. Dhe me ju kriju kushte normale për jetën. Është një ëndër e cila vazhdon në 2 kratë. Edhe për punën, edhe për familjen. A kupton? Kja është plotësimi i ëndrave. Plotësimi i ëndrave është që Zoti, ku unë besoj, ja ka lidh riskun gjithë secilit, por këtij risk do t'i bëjmë hizmet, si i thojmë në Shkodran. Do t'i prim për mirë. Dhe do të mundohena për me i prim për mirë sa t'jena gjallë. Dhe kësaj do të shpresojmë si edhe ata ëndrat që kena për me na u realizu gradualisht, me na u realizu. Me shkute ma mira a mundshme, se s'po thamë realizimin e ëndrave. Çfarë do t'i sugjeroni fëmijëve tuaj për të ardhmen? Fëmijëve që ju sugjeroj për çdo ditë është si me kanë në radhë parë me kanë njerëz të mirë. Para punës. E dyta një shkollim i mirë, edhe me kanë një qytetar i mirë. Këta janë ata 3 pikat kryesore që ju sugjerojnë fëmijëve të mi, edhe gjithë atyne si rrimet e. Për arsye se këta 3 pika e ngrisin në një nivel tjetër shoqërinë tonë. Jo vetëm fëmijët e mi, po komplet shoqërinë tonë. Këta janë pikat kryesore për me pas një të ardhme të mirë gjithë secili prej nesh. Për arsye se shifen problematika të mëdha te mosha 3, shifen problematika të mëdha te prindët tonë, në kjo se na nuk i kena këta 3 gjana, si të thash. Për arsye se fëmijët sot po ikun, të rritë, po ikun në mënyrë masive, dhe po lanë mrapa prind. Ata prind kanë me met pa shërbim, sa do si të pagush ti, për me ju shërby dikush. Ata janë pa shërbim. Për arsye se çdo prind ka atë nevojen si me pas afër fëmijët e tyre. Kjo është një diçka që hyn te këta 3 pikat, si të thashun, për me kanë njëri, për me kanë qytetar, me pas një shkollim të mirë. Janë 3 gjana që janë po ndashme me njëna tjetrën. Vendi ka nevojë gjithmonë për 3 të mirë, për 3 të kualifikuar, për 3 punëtor, për me shku përpara. Për arsye se kja moshë e vjetër e ka kry detyrën e vet. Por këtu prej detyra atyne, nuk kanë ma detyrime. Me këtë lëmosh që kanë të ardhuna si pensione, me këtë lëmosh ata nuk munden me kry asnjë gjë. Dhe tu mos pas edhe fëmijët e tyne,
afër, krijohet një mizerje për ta. Nëse fëmijët tuaj do thonin që ne do ikim jashtë për të vazhduar studimet, do t'i ndaloni? Sepse ndoshta ëndra e shumë trive kjo është. A din si është një diçka, Niko? Ata nuk ka se trit fëmijët do të thojnë ashtu. Ja, puçen kushtet gradualisht. Se me këtë që më thuti, do të thotë që me hell poshtun tanë këtë mësimin ose tanë këtë edukimin si kanë bërë ata premet gjatë tanë të në viteve. Nuk mund të thojnë ata. Ata mundën për me marë menimin, me marë një menim, ose me diskutu, ose me shikju mundësit, është një diçka ma e hapun, ose ma gjithë përfshirëse, se me thanë. A kupton? Është një diçka si ata vetë do ta marrin një menim, do ta shohin mundësit, se sa është e prekshme edhe sa është e realizueshme të mos cenu edhe këta gjanat si janë njerëzore, ose si janë familjare, ose si janë gjana specifike, si do të shifen se s'ban. A më kupton? Se në kjo se unë i kam shërby babës tem. Fëmija jem ka përgjësi, ka mësu, është eduku si a i mirë shërby prinit vetë. Se kja gjanë shkon brez mas brezit, se në kjo se a i nuk më shef mu të i shërby prinit tem. A gjanë dhe ta ven jetë edhe për vedi. Shkollimi është një gjanë shumë e madhe, po dalë të pika si më the. Shkollimi është një gjanë shumë e madhe. Edhe shkollimi nuk do të thotë një specializim se a i do të largohet përfundimisht nga veni. A i do të shkojnë i përgatitun edhe në kjo se shkon, do të shkojnë i përgatitun edhe të ditë mirë se qa kërkon dhe qa ka me ba mrapa me atë qa ka arrit. Unë nuk do t'ja pengoj kur fëmijës tem për mu shkollu, as një herë, mrena mundësive si kam me pas. Por, do t'i kishe sugjeru si mos me lan as një gja mas doret për këtë në qa diskutu me deri desh. Se janë shumë ma fundamentale se shkolla, se shkollimi, në kjo se ti prish dy balanca tjera për me kanë një njëri i mirë dhe një qytetar i mirë, edhe shkollimi paka shumë del jashta aty në hallkave, si duhet me kanë. Se s'ban duhet me kanë kja trini për një person. Për arsye se ti në kjo se shkollohesh dhe këta njohuri, këtë bagazh që ke marrë, shkon e ne për një vend tjetër, nuk je arritur, një pluhun që do të tretesh dikun tjetër. Na kena përgjësi edhe për vendin, shumë përgjësi për vendin, edhe për njëri tjetërin, shumë përgjësi për njëri tjetërin. Unë nuk e di se si e shofin pjesa ma madhe, po unë e një si përgjësi të madhe për njëri tjetërin. Ti është zakonshme bile, si e shofun. Si e komentoni ikjen e shumë infermierëve jashtë vendit? Unë fatkeqësisht po tham, se ata janë jashtë, janë shnosh, janë mirë. Kena hyrë punë 6 shok për herë, 6 shok klaset për një herë. Dhe asnjë për tyne nuk është këtu përveç mehet. Asnjë për tyne. Kushtet e punës që kanë këtu dhe gjendja ekonomike i ka detyru për me ikë jashtë. Mentaliteti i ka detyru për me ikë jashtë. Ka kanë zgjallja atyne, unë flas me ta, komunikoj me ta. Ka kanë zgjallja atyne, ata thojnë kena gjetë vedin atje. A kupton? Si nga ana ekonomike, si nga ana stresit, si nga ana problematikave që kanë pas këtu. Atje janë shumë ma minimale të këta gjana, si thame, por kanë këtë mrapametjen
si kanë met mrapa për detyrimin si kanë kashivenit. Dikush e shef, dikush nuk e shef. Dikush e shef si të nevojshme për me ik, ndoshta edhe me lanë prind këtu. Dikush i ka marrë me veti atje, ju shërben atje. Por ata kanë ik, e kanë bërë fakt krymat punë. Po pse kanë ik, thuti? Kanë ik për arsye se nuk kanë pas qef për me pranu rrëshfetin do. E kanë pasi problematik të madhe. Atë. Dikush ka ne e pranon. Nuk jam hiç dakord me atë gjë. Aja është kanceri i shnetësisë sot për sot. Ai si pranon edhe 100 lekë vjetër për e pacientit si është në sistemin shëndetësor. Aja është kanceri. Për gjithë se cilin, dikush e ka pranu, dikush se ka pranu. Kushtet ekonomike, pagat kanë mizerje. Edhe sot, thonë, trombetohet, rritje pagash, banket, nuk është as indeksu paga me çmimet që janë rritë në mënyrë stratosferike. Për personelin shëndetësor, pagat kanë met pot në njëjtin nivel që kanë më përpara. Por është edhe diçka, është përveç kësaj, është edhe një diçka të perceptimi. Këtu e kanë myt perceptimin. Ose ta bajnë atë injeksionin si ti me menu se është mirë gjithçka. Është një jetë e rrajshme kja si po bajmë nëse. Për arsye se është aja pjesa ala komuniste, mentalitet komunist. Si o me keni me mu, ose po nuk je me mu, o do t'jetosh në emigrim, ose do t'jetosh në burg, ose do t'jetosh në ndhej. Këta janë 3 pikat e komunizmit. Aja është si një mendësi e përsosur si komunizëm, por faktikisht a një mizerje, e cila na është injektu gjithë se cilit prej nesh dhe nuk arrim për me pa atë miren, ose atë si duhet për me kanë, për gjithë se cilin prej nesh, se s'po e dza vedin të vjetër, për gjithë ne të rritë, duhet me kanë e shikju me një formë tjetër. Jo mu knaq me pak, duhet mu knaq për vedi, duhet mu knaq edhe për gjithë se cilin prej nesh. Nuk është puna jam mirën, por duhet me kanë gjithë se cilin me pas ata mundësit e veta për me punu, për me jetu, për me gëzu në venin e vetë. Po këta nuk janë për gjithë se cilin. Na shofim censur sot. Shofim censur gjithë kun ku jetojmë, vetëm kjo se rajmë edhe e mshefim. Se ka censura gjithë kun. Qa do të thotë censur? Mos me shpreh menimin e lirë. Menimin e lirë të drejtë, jo menimin e lirë të stisën, menimi i lirë i drejtë. Kja nuk është mirë, kja nuk duhet mu bë kështu. Kur ky menim puqet edhe me një pjesë të madhe, se mund t'jenë dikush kundra petal, por duhet me kanë menimi i lirë, i drejtë, censur të mediat, censur të puna, censur të partia. Partia është nana. Aja si vullos, venos, gjithë shka për jetën e gjithë se cilit për nesh. Aja si të ngrit në pedestal, ose aja si të sfumon. Është e drejtë kjo? Absolutisht nuk është e drejtë. Se në kjo sa është e drejtë kjo, nuk kena këta mija vetë që janë largu jashtë venit. Me pas ka janë e drejtë, ata do ta kishin përballu këtu, jetën e vetë. Do të kishin gjetë mundësit për me jetu këtu. Jo me jetu si vëmje, ose si mi, po me jetu një jetë normale dhe me djerës. Ju jeni kryetari i sindikatës së mjekëve. Po. Si e shihni sot një mjek? Sa i mbrojtur është? Qoftë në marrëdhënie me shtetin, me politikën, me njerëzit, me sistemin. Unë jam zgjallë si kryetari i sindikatës pavarur në shëndetësisë në vitin 2013.
Dhe gjatë tantën e viteve, unë jam rrit tash me sindikatën. Jam rrit me kërkesën për nevojat, me kërkesën për problematikat, për zgjidhjen e problematikave për personelin shëndetësor. Është një diçka niko. Gjithë personeli shëndetësor duhet me është pjesë i herë e pa ndashme e kësaj e këtyne gjanave si folme përpara, për pjesën e partisë, për pjesën e atij mentalitetit të mbartun komunist si jena. Jena të rritun këtë vend, ndaç pranoj, ndaç mos e pranoj. Nuk është se jam vetëm unë ose e se jeti, jena të tanë të rritun për në këtë mentalitet, për arsye se e kena marrë formimin, një pjesë të formimit, për i prinëve tonë, edhe për mësuesave e profesorëve tonë që janë rritë në atë sistem. Dhe kja nuk është një diçka e lehtë për mu shtrënjos. Kërkimi ose kërkesat për ma arrit ata gjanat thelbësore për një komunitet caktum, si është pjesa e shëndetësisë, në këtë rast, është një diçka jo e thjeshtë, për arsye se a ka një rrugtim shumë i gjatë dhe me ata ngritjet e uljet e veta. Viti 2013 starton me ardhjen në qeveri të Partisë Socialiste. Dhe vazhdon me ata problematikat e mëdha për shëndetësinë si ishte 2015-2016 me largime masive nga puna, cilat nuk kanë asnjëherë të prekshme në spitalin Ronald Shkodër. Nuk është kanë absolutisht asnjëherë, nuk ka baja gja kur në spitalin e Shkodër si me hek 62 personel për e punet. Po tham 62 si kanë vetëm njënit sektor. Thjesht largim, i ristrukturim, largime masive nga puna politike për me plotësu një sektor tjetër. A ndjeheni të frustruar? I frustruar ai personel që është hek për e punet, që ja hek paga, që ka pas të ardhuna funi mujt i ka zanë me problematikat mëdha për familjet e tyne. Paulja ka kanë i gatshëm, Paulja ka kanë i pari për me dalë në mbështetjet tyne, për arsye se nuk ka kanë një diçka pozitive, po ka kanë një diçka super negative, edhe për ata punojës, edhe për spitalin e Shkodrës, edhe për Shkodrën vetë si qytet. Për arsye se në kjo se ti cenohesh, nuk është se a cenu vetëm nikoja, është cenu struktura, a cenu qyteti, se na jena tant këtij qytet. Dhe në lajm nuk ka dalë se janë hek 62 punëtorë për e punet X vend, po janë hek 62 shkodranë për e punet. Ata nuk janë kafsh, janë njerëz, cilët kanë detyrime kundrejt familjeve tyne. Kja ka kanë aja si në baba për me kanë ndoshta ma agresiv kundrejt kërkesave. Për personelin shëndetësor ku jam përis për ta, për drejtat e tyne. Unë kam kërku dhe dhe të kërkoj pafundësisht drejtat e tyne. Se sa janë nërgjithësum vetë ata, se sa i kërkojnë vetë ata, mu nuk më intereson. Unë si kryetar sindikate, në bazë të ligjit, unë dhe të kërkoj të drejtat e këtij komunitet cilit i pri për para. Dhe ka pas jashtëzakonisht problematika gjatë tantin e viteve. Por, kena pas edhe një diçka tjetër, që duhet ta përmeni. Shumë prej drejtuesave të institucionit, spitalit Ronald Shkodër, kanë shumë pozitiv në lidhje me punojësit e vetë. Nuk kanë implementu
kërkesat e ministrisë, këti si është në burg sot, që e ka emnin Ilir Beqja, me i tra me lapsit, shkarkoj 62 një sektor, 7 një sektor, 10 një sektor, me i tra me lapsit, i shkarkoj. Dhe me atë fond paga si ishte, futi pozicione tjera, punet politike ndoshta në për pjesë të ndryshme të spitalit. Duhet me thonë faleminderit Zotit që ka punësu diken, ha? Por duhet me i thonë pas të faqen e zez për këta që largoj për i punet. A kemi shpresë se Shqipëria do bëhet një vend më i mirë? Në kjo serinia nuk e kërkon për mu ba një vend më i mirë, vendi nuk ka mu ba asë një herë më i mirë. Për arsye se kjo klasë politike të 30 vite që rran dhe mashtron rinin shqiptare dhe Shkodranën në këtë rast. Ashtë kjo klasë politike e cila po në përkam, janë këta politikan të cilët po bajnë me qindra mija Shkodran, të ri, shqiptar, të lanë vendin e vetë. Dhe të nullin tanë këta gjana që në hajcik me edhe ma për para. Qysh në 2013, kryeministri, si është sot në pushtet, ka thonë, do t'jena në Bashkimin Evropian për pak vite. Sa vite u bane, ku jena sot? Jena të pot njajtat rana, si kanë në 2013. Dhe sot, është gjysa qeverisë në burg, gjysa qeverisë ose ma tepër, njerëz kryesor të qeverisë janë në burg, dhe ala na vazhdojmë me rranat e vitit 2013. Kush i vunin tavolinë këta njerëz, se thojnë jo gjithë se cili do të përgjigjet për veti. Ja, në kjo se ti ke ftu në studio këtu, një hajdut, ate e ke ftu ti, nuk ta kam thirrun. Unë si e hatë tanë këtë problem, unë si jam aja pjesa vulnerabel, si e preku këtë ashtu, aja pjesa si e vun këtë ashtu. Ja, kush e ka ullë në truez, a i duhet me lanë dhogëri për këta ftyrat nëta që i kanë ullë në drejtim të venit. Për këta që ju kanë lanë fjallën popullit, se do t'ju përfatsojmë në parlament. Së fundmi, Paulo, cili është mesazhi juaj? Qoftë për rinin shqiptare, qoftë për sistemin shëndetësor, qoftë për sindikatën, për vendin. Unë mesazhet e mia e kam lanë shumë herë, ku kam pas mundësi, ku kam kanë i ftuar, ku kam dalë ndoshta edhe në protesta. Mesazhet e mia kanë jashtëzakonisht mirë dëshifrueshme. Duhet me kanë njerëz të mirë. Qa është njëri i mirë? Qa do me thonë njëri i mirë? Me kanë mbështetës për drejtën. Mos me prek aty ku nuk të takon. Mos me vjallë, mos me abuzu për atë që e besum. Mos me ashkel drejten, as kërkuj. Me kanë i qytetar i mirë. Qa do të thot? Me ndihmu komunitetin. Tanë, aty ku ke mundësi për me e ba. Me rrit fëmijë të mirë, ata janë kryesorët. Mos me qu në shpi, me kriju jetesën tane me diçka si ti nuk e ke fitu me djerës. Këta janë ato pikat kryesore, cilat duhet mu bazu gjithë se cili prej nesh. Këta janë kryesore. Kusaj mesazhi jetë. Paulo, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit historikum. Faleminderit shumë edhe për jush për ftesën. Ju shkoftë.